zgjedhjet kryetare e kuvendit, kështu që jam e bindur që kështu do të mbetet edhe tash e tutje. Ne kemi pasur, sikurse çdo institucion besoj, një ekip të jashtëzakonshme, e cila ka punuar kur pa ndal, gjithmonë për te orarit të punës, mbi gjithatë gjithmonë me përkushtim të jashtëzakonshëm ndaj Kosovës. Shpesh herë atë puna e tyre nuk shihet, nuk del në televizione, por suksesi vërtet institucioneve tona janë këta njerëz që nuk ndalen kurrë. Dhe sa i përket memorjes institucionale, ju do ta keni këtu administratën. Një administratë prej cilëve ka prej atyre që kanë filluar nga koha e presidentit Rugova. Pra një memorje institucionale, por siç e thash, për çdo çështje tjetër na keni në dispozicion të plot. Siç e përmenda, këtë institucion e ka ndërtu presidenti ynë historik, si institucion të fortë, si institucion me integritet dhe si institucion me aleanca të forta, dhe ne sot të tillë e lëm pas dhe u adërzojmë juve. Ju uroj edhe një herë shumë suksese e shëndet. Faleminderit. E dashur presidente, faleminderit shumë së pari për gjithë punën edhe angazhimin 5 vjeçar që ke bërë në shërbim të Republikës së Kosovës, në shërbim të qytetarëve të Republikës Kosovës. Sigurisht që për Kosovën është shumë e rëndësishme që në krye të institucioneve të kenë njerëz që kanë integritet të lartë, moral, profesional, edhe që secilin vendim që e marrin e kanë parasysh shtetin edhe qytetarët e Republikës së Kosovës. Tani, rrethanat kushtetuese imponojnë që kryetari i kuvendit të jetë ushtrues detyre i presidentit. Në këtë rast presidentës, unë e kuptoj përgjegjësinë, i kuptoj obligimet kushtetuese dhe zotohem që do të veproj në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin fuqi. Ne e dim që ky ushtrim i kësaj pozite mbahet jo më shumë se 6 muaj, por unë uroj që sa më parë Kuvendi i Republikës Kosovës të zgjedh presidentin apo presidenten e Republikës Kosovës, sepse rrethanat që mund t'i presim pastaj nëse kjo nuk ndodh, pra me tekst të zgjedhjet e jashtëzakonshme, mendoj që nuk janë mirë as për qytetarët e Kosovës, as për vetë shtetin e Kosovës, duke pasur parasysh punë që i kemi ne para vetes. Me këtë rast, unë sërish i bëj thirrje grupeve parlamentare, deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, që sa më parë të ketë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Le t'i lënë anash inatet, dallimet politike, le t'i vazhdojnë ato pasi që ta kryejnë këtë obligim kushtetues. Por deri atëherë, natyrisht që siç e përmenda, unë do të angazhohem maksimalisht që përgjegjësitë që ka presidenti t'i kryej me seriozitetin dhe me profesionalizmin më të lartë. E përmendet presidenti që ne kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, edhe gjatë kohës sa kemi qenë të dyja deputete, edhe gjatë kohës sa unë kam qenë ministre e drejtësisë, sidomos në reformën drejtësi. E kur jemi këtu, jam shumë e lumtur që ndonse me vonesë, tashmë ajo që ne kemi nisur në 2021 po merr kuptim, pra reforma në drejtësi po jetësohet. Jam shumë e bindur që do të kemi raste, momente tjera të bashkëpunimit. Unë jam shumë e hapur që me vazhdu bashkëpunimin me ju. Të uroj shumë suksese në angazhimin tënd, kudo që ju keni vendosur që ta bëni atë. Sigurisht që do t'ju kontaktojmë edhe ndoshta nuk do t'ju ngarkojmë shumë, por përgjegjësitë e presidentit, presidentes, dosjet që po i shoh këtu para vetes, e kam parasysh që puna nuk është shumë e lehtë, por me një përkushtim maksimal timin, kabinetit tim, si dhe administratës së këtij institucioni, jam e bindur që do t'i kalojmë çfarëdo sfide që ne kemi para vetes. Faleminderit edhe një herë për punën, kontributin dhe natyrisht që do të vazhdojmë sërish. Ne po ja u dorëzojmë simbolikisht kushtetutën, e pastaj kur na japin pak hapësirë mediat do të fillojmë secilën dosje një nga një. Pastaj kemi edhe materialet tjera që na presin në zyrën atje. Por siç e përmenda, kjo është dita e parë, ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë edhe në ditët pasuese për çkado që ka nevojë. Kështu që kjo është kushtetuta që ma ka dorëzuar mu Glauku. Kur e ka marrë detyrën prej tij, kur ai ka qenë ushtrues detyre, e të njëjtën po ta dorëzoj sot. Faleminderit. Për Glaukun njuftën është fjala, se kemi një Glauk tjetër këtu.
E Glau ku që i kemi këtu ka punë me juve. Së është për media. Suksese. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit shumë.